Turneu Autoktonus, një aktivitet që tradicionalisht organizohet nga Shkodra Sport Event me drejtuesi Edmir Podgoricën në bashkëpunim me shoqatën rajonale të futbollit në Shkodër, Federata Shqiptare e Futbollit dhe Bashkinë e Shkodrës mbërritin edicionin e tij të 8. Aktivitet ky që organizohet në nder të pavarësisë së Shqipërisë duke synuar të promovojë talentet, bashkëpunimin dhe atë dashurinë tek gjeneratat e reja. Gjatë 2 ditëve të garës, 28 dhe 29 nëntor, u konkurrua në grup moshat e kategorive U7, U9, U11 dhe U13, ku fëmijët futbollistë treguan vlerat e tyre në lojë. Krahas të tjerëve aktivitetin në fjalë respektuan edhe figurat njohura të futbollit shkodran, si kapiteni Balaj së bashku me kolegët e tij Leim Kastrati dhe Erdenis Gurishta, Hebaj, Erën Vuca e të tjerë. Në ceremoninë përmbyllëse të turneut, moderuar nga gazetari dhe komentatori Gens Kastrati, u shpërndan diploma dhe çmime mirënjohëse për ekipet dhe lojtarët më dalluar, si dhe u bë dorëzimi i kupave përkatëse për ekipet fituese të grup moshave. Ndodhet se në ato fillimet tona normalisht që kishim vështirësi, por tashmë siç e shohim edhe në fushën e lojës, ekipet janë të shumta dhe ne po synim që ky aktivitet të shkojë në një nivel elitar, me skuadra elitare. Po mundona me marrë ekipe pjesëmarrëse sa më elitare, pra me nivel sa më të lartë të futbollit, për zhvilluar sa më shumë konkurrencën dhe të shikojmë edhe pjesën e fëmijëve, të shikojmë se sa është niveli i tyre. Gjithashtu në këtë turne ne kemi edhe skauta, pra vëzhguesa të ndryshëm për fëmijët, të cilët do të shërbejnë në karrierën e tyre për në vazhdimsi. Sigurisht kënaqësi për mua që isha prezent në këtë eveniment që organizohet për rastin e festave të nëntorit. Normalisht një eveniment që bën bashkë sportistë të rinj, sportistë të ardhmës, mund të them, dhe kjo atmosferë festive që ndoshta është karakteristike për me nuanca patriotike, i bën bashkë to sportistë të qytetit e Shkodrës që njihet për futbollin, njihet për traditën që ka, kështu që vjen mirë që isha prezent në bashkimin e këtyre gjithë shqiptarëve, mund të them, nga troje të ndryshme. Dhe sigurisht kënaqësi, ndoshta prezenca sadopak i jep kënaqësi atyre, kujtoj veten ndoshta fëmijërinë time që ishim kënaqësi që ishim lojtar të ekipit të parë si në rast të tilla. Ku ka më mirë se me gjakun tant, me gjuhën tant, me kombin tant, dhe duhet ta përgëzoj Edmir Podgoricën që çdo herë në nivel. Pra ne edhe kësaj herë morëm pjesë, dhe çdo herë do të jem në Shkodër në këto aktivitete mbarkumtare, është si shumë e madhe. Mendoj që klubi Malësia tash është marrë një brand i njoftun jo vetëm për Malëzi, për Tuzën, por edhe më larg.